e ka nisur njoni, ka tha, thoni Albin Kurti, krejt stadiumi ka nisur Albin Kurti. Amina, nga shkallët e stadiumit djemt nga Novi Pazari në sfidat përballë Partizanit të Beogradit kanë brohuritur që ju kurrë do ta merrni Kosovën. A tregon kjo se patriotizmi dhe ndjenja kombëtare e shqiptarizmit është ringjallur dhe tashmë shqiptarët aty nuk kanë më frikë ta buçasin atë ndjenjë që kanë? Kam ndohur edhe para 2 vite kur ka qenë ndeshja Partizanit Novi Pazarit, kur njoni ka përmend emrin e komandantin Hashim Thaçi, e ka thirr krejt stadiumi Hashim Thaçi, pastaj e ka nisur njoni, ka tha, thoni Albin Kurti, krejt stadiumi ka nisur Albin Kurti. Situata është tepër e mirë tash, sepse njerëz janë afru ka kombin e vet. E kam pa që shqiptarët e Republikës së Kosovës janë vllazën tonë, janë gjaku jon. Edhe që Republika e Kosovës është e parja, nëse ndohet diçka në Sanxhak, Republika e Kosovës na qel derën neve. Edhe na s'kem ku me shku përpara, përveç ka Republika e Kosovës. Edhe njerëz këtu e kanë kuptu qatë situatë, sepse këtu në për televizionet thojnë që shqiptarët janë të keq, shqiptarët e urejnë Sanxhakun, shqiptarët e urejnë njerëz që jetojnë përvësisht në Sanxhak. Po kur shkojnë në Kosovë, kuptojnë që asnjë fjalë të Serbisë nuk janë të vërteta. Shumë herë unë kanë dalur njerëz në rrugë, unë kanë tha që policia e Republikës së Kosovës sillen tepër të mirë me njerëz tonë nga Sanxhaku. Çka mu më bën tepër të lumtur, tepër krenar. Sepse na si femnat mas pari, duhet me qetë mbrojtur nga ana e Shqipnisë dhe nga ana e Republikës së Kosovës. Po për fatin e keq, përveç zotri Albin Kurti që ka ngritur zanin për mu, as një politikan shqiptar, as në Republikën e Kosovës, as në Shqipni, as politikanët tonë që janë në Serbi nuk kanë ngritur zënin për Amine Nuraj dhe maltretimet që u bën mu policia e Serbisë, policia kufitare edhe bija e Serbisë mas pari. Cila është marrëdhënia juaj me kryeministrin e Kosovës, zotin Albin Kurti, dhe çfarë mendimi keni ju për kryeministrin? Po zotri Albin Kurti është një njeri shumë i veçantë. Njeri që i parin nga të gjithë politikanët e Republikës së Kosovës u kujtu me thirr Amine Nuraj në zyren e tij, u kujtu me fol haptazi për situatën që përjetoj këtu, u kujtu edhe me ndihmu shqiptarët e Sanxhakut edhe studentat e Sanxhakut këtu. Zotri Albin Kurti është një njeri tepër i veçantë, që edhe pse shumë njerëz nga partia tjera të më kanë zë për keq, unë e veç foli realitetin. Se 13 vjet, asnjë politikant kur se ka përmend punën tëm. I vetmi që dal ka qenë zotri Albin Kurti. Edhe për mua është njeri më i veçantë kombit që e kena. Edhe muj me marrë kush don për keq, unë e foli realitetin. Sepse i vetmi që gati 20.000 veta që kanë qenë atë natë ka përmend emrin e Amines Nuraj. I vetmi që ka folur për Aminen Nuraj është ai, edhe për mua është njeri që s'kam fjalë për ta. Edhe shpresoj që i runë Zoti edhe veç ai mundet me na bashku. Po nëse do kishit përballë kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, çfarë do i thoshit atij, çfarë do i kërkonit atij? Zotri Rama se kisha kërku me qenë pak ma shumë interesuar për situatën tonë, s'ka nevoja i me interesu për mu personalisht. Hajt, letu m'len mu anash, s'është problem, unë e tonë jetën kam qenë vetë. Po e vetëmi esen që i kisha kërku është që lufton ma shumë për neve, edhe që me na pas ma shumë në sy, edhe me punu ma shumë ti për neve. Që shka punu deri që tarë zotri Albin Kurti.